Vllaznia e futsallit realizoi një fitore spektakolare mbrëmjen e sotme në Vlorë në transferet e mëdhenjate duke mundur 5-4 flamurtarin rival. Meritin e fitore ka edhe portieri i Maldin Tapa, i cili debuton me shumë sukses si portier titullar, madje duke qenë disa herë shpëtimtar i portës. Urime Tapa. Shumë faleminderit. Patet emocione në fillim të ndeshjes, një ndeshje me përgjegjësi se ju besua formacioni, por shumë shpejt e morët në dorë situatën. Shikosh, normale që emocionet ishin prezente, sidomos para fillimit të takimit, po falë çunave që më ndihmuan më bë shpejt pjesë e lojës edhe gjatë lojës u harru gjithçka. Na mori ritmi i lojës edhe falë Zotit arritme me sukses, një fushë tjetër si Vlona. Në momentin kur flamurtari përmbysi, menduat se ju iku fitoria nga duart? Shiko, futsalla për këtë është e bukur, sepse i tash jetu fitu, i tash jetu hub. Vlona arriti me përmys me merit, pak për gabimet tona, një gabim i jemi, por çuna treguan karakter, treguan që jo vetëm Shkodër, po mundën me fitu çdo kund, sepse jena ekip. Nuk jena individ, po jena ekip që mundën na marr para tonë kundërshtar. Ky besim që stafi drejtues teknik ju valla sot ju motivon për vazhdimsinë? Normal që motivon, unë jam i fundit që jam bërë pjesë e ekipit dhe të mjepet ky besim, jam shumë falenderues stafit edhe sidomos shokëve të ekipit, sepse është një mbështetje e madhe për një tris si puna jeme, për me ky besim ka që marrë një neshje kaq të rëndësishme si ishte nesha me Vlonën. Maldin Tapa, i dalluar i spikatur tek Vllaznia futsallit, ndërkohë që Bujar Tapa, vëllai juaj i spikatur tek Vllaznia e basketbollit. Dy vëllezër Tapa janë në momentin më të mirë të tyre. Shiko, falë Zotit, jena në moment mirë, shpresojmë që edhe si futsal, si basketbolli të arrijnë objektivat, që jo të shpallen kampion, basketbolli ta kthejmë titullin kampion mas disa vite dhe normal na ta mbrojmë këtë titull kampion. Do kishte qenë shumë bukur për qytetin e Shkodrës dhe për tifozët e Vllaznisë.